Përshëndetje dhe mirë se vini në Okult Prona 360 gradë. Unë jam Gjergji Begaj, ekspert i pronave, dhe do të fillojmë të emision në interes të qytetarëve, pasi çështja e pronave është një çështje nxehtë, ku qytetarët hasin problematika në të gjitha sektoret dhe në të gjithë institucionet që merren me çështjet e pronësive. Të nderuar dëgjues dhe qytetarë, nëse keni një problem me problemet apo qartësi ligjore, mund të na kontaktoni në numrat e shënuar në ekranin që do na çon. Gjithashtu mund të na gjeni edhe në studion ton te rruga Panorama Studio Byris. Atëherë, pronat janë një temë e gjerë dhe me shumë aspekte kërkojnë trajtim dhe sqarim. Në këtë episod do të ndalemi në një çështje shumë të rëndësishme, regjistërimi i pronës pranë AZK-s. Në fokus do të kemi tokat bujqësore që janë trajtuar nga ligji 751. Pasi ky ligj ka marrë zanafillin që nga viti 1991, ku është miratuar nga parlamenti i asaj kohe, nga qeveria Berisha, por që në thelb ky i ngjan ose i ka shkuar ligjit të reformës agrare të 1946-s, gjë që unë mund ta quaj një nga ligjet famkeqe të kthimit të pronave dhe ndarjes pronës në territorin shqiptar. Pasi jo që e ka rregulluar çështjen e pronësisë, por ka sjellë shumë problematika në ndarjen e pronës, pasi prona nuk ka shkuar tek ish pronarët ose ke i zoti, por është përndarë në bazë të frymëve të një ligje që u miratuan atë kohë, dhe në fillim u dha në përdorim, por më vonë kaloi në pronësi. Ky ishte edhe gabimi shumë i rëndë që u ndërmor atëherë për trajtimin e pronës me ligjin e pasi shumë prona që ishin të ish pronarëve ju ndanë personave që nuk ishin lidhje me pronën, dhe normalisht ato e ka certifikuar pronën, por kjo ka sfërshirësi në kthimin e komisimin e pronave të ish pronarëve. Gjë që ka nisë dhe ky kalvari i pronave në përgjykata, ku po shikojmë që zvarritjet janë pafund dhe qytetarët nuk gjejnë zgjidhjen e dur. Mirëpo, tashmë ky ligj ka vazhduar procedurën, ka vazhduar rrugën e vet, dhe edhe në ditët e sotme po vazhdon regjistrimi, pasi nuk zhbëhet, ku gati 80% e pronave janë regjistruar me këtë ligj. Edhe qeveria Rama ka bërë përmirësime në 3 qeverisjet e mëparshme, është ndërmarrë një reformë e thellë në azhonimin e pronave bujqësore në zonat rurale, si dhe në zonat dhe në qytet, dhe besoj domethënë është të do një përfundim që në vitin 2028 të përfundoj sistemimi i këtij ligji dhe të vazhdojnë procedurat me marrjen e pronarëve të vjetër. Atëherë, unë po ju them 2 gjëra për të gjithë ata qytetarë që kanë prona të regjistruara me këtë ligj dhe janë procedurë të thjeshtuar, domethënë është një procedurë e thjeshtuar që si fillim është përgatitja e planit të rilevimit nga një studio topografike me ligjin 2020 sipas ligjit 2020, kopjat e notarizuara ose origjinali tapis, dhe më pas aplikimi bëhet në portalin e Brenja, të cilin mund ta kryeni vet ose në një studio që ka targat ose zyra notariale. Këtë shërbim e jep edhe studio jon. Të nderuar, problematika e pronës në Shqipëri është impret dhe delikat. Pse në 3 dekada që po punohet nga shumë institucione shtetërore, si AZK, Agjencia e Trajtimit Pronave, Qarqet, Ministritë e Linjës e tjerë, përsëri ka shumë probleme mbi vendosje, tjetërsime, veprime në gjykata. Por ajo unë thash më sipër që tashmë është ndërmarrë një reformë e thellë për ta përmirësuar dhe për të rregulluar disi gabimet e mëparshme, ku gati ka 5 vite që pranë AZK-s qendrore është ngritur
janë ngritur grupe pune, inxhinier, jurist për të futjen e zonën në sistem. Kështu që në pjesën më të madhe janë ndërmarrë projekte pilot si në pjesën e jugut, Bregdetit dhe në zonën e Veriut, që janë ndërmarrë disa veprime ligjore dhe topografike, ku në pjesën më të madhe janë mbyllur azhonime dhe tashmë po punohet nga një grup inxhinierësh për t'i futur në sistemin digjital. Tani, normalisht që sot ligji 721, të thash që është një ligj i mbrapsht që solli tërë këtë kaotik në prona, por po përmendë një rast, domethënë që është para një jave që ndodhi dhe vrasja një gjyqtari në sallën e gjyqit, shumë e rëndë, dhe gjithmonë ndodhi për çështje pronësive. Këto raste nuk duhet të përsëriten, sepse qeveria duhet të marrë masa bashkë me institucionet përkatëse me gjykatat të thjeshtojë çështjet e pronësive për të dhënë zgjedhje të drejtë qytetarëve, që mos sorllaten në përdyert e institucioneve. Siç është ligji 721. Domethënë ky është ligji më delikat që ne kemi, që po e trajtojmë sot, po e fillojmë si temë, pasi në çdo puntat ose ne do të trajtojmë tema të ndryshme që kanë lidhje me çështjet e pronësive. Atëherë, në pjesën më të madhe të territorit të Republikës, ku dihet që 75% e popullsisë ka jetuar në fshatet zone rurale dhe 25% ka jetuar në qytet. Do të thotë që tokat bujqësore ose pjesa e sipërfaqes më të madhe është në zonat rurale dhe në fshatra. Prandaj dhe ky ligj ka qenë ligj që ka mbajt peshë më të madhe të ndarjes pronës, por në fakt ky në vend të ta zgjidhë problemin e ka ngatruar disi në pjesë më të madhe ke pjesët ku ka pasur për pronarët e vjetër. Sepse ka vepruar dhe Komisioni i Kthimit Pronave, ku në këto vende ka kthyer prona, por këtu janë përplas me ish hipotekën ose AZK-n. Domethënë, ky është problemi që sot një pjesë e qytetarëve dërgjen zyrave të hipotekës, të gjykatave, kanë me vite dhe nuk gjen dot zgjidhje. Tashmë kjo punë ka startuar, ka ecur dhe si thaj e ka bërë punën e vet, por unë i bëj këshill qytetarëve ose fermerëve që kanë prona për të regjistruar tashmë, që ato që kanë ngelur, që shumë mirë mund të komunikojnë edhe me studiot ligjore, siç është studio që jep këtë shërbim pa limit, ku do të marrin këshilla dhe do të gjeni edhe specialistë aty që merren me çështjet e sistemit kartografik, ku hartat janë çështje më mpret, siç e theksova në fillim, ku janë krijuar mbi vendosje, pasi kanë ndërvepruar disa institucione brenda domethënë të njëjtët sipërfaqe. Domethënë, mund të kemi sot një sipërfaqe që gjendet me 3 tituj pronësie, ose me 2 e tjerë. Domethënë, më vonë pastaj u fute procesi i legalizimit, edhe në fshat dhe në qytet, ku një pjesë janë bërë shpronësime nga legalizimet dhe një pjesë janë në kalvarin e gjykatave. Pasi ka përplasje pronarët që kanë marrë certifikatat dhe pronarët që kanë ndërtuar aty pa leje dhe janë në proces e legalizimi. Megjithatë, kjo është drejtësi e zgjedhur me ligj që ka startuar në 2005-2006, po përsëri ka probleme domethënë në tërësi. Kështu që kjo temë e ligjit 721, që normalisht kjo has debate dhe kohë, por ne unë të thash disa pika që në fillim që duhet qytetarët të orientohen drejt, dhe sepse tashmë nuk është përjashtuar ish komunat ose sot qendrat administrative, pasi ato nuk kanë më të drejtë të bëjnë certifikimin e pronave. Këto janë bërë për 2 arsye. Një, për të shmagur burokracinë dhe korrupsionin që bësh në këto qendra ish komunat që sot janë qendra administrative,
ku shteti ka ndërmarrë disa hapa të lehtësuese për qytetarët që të drejtojnë direkt studiove private që kanë targën për të bërë hartat e planit levimit në teren, pastaj më në studio, dhe më mbrapa me dokumentat që kanë akt e marrjes tokës pronësi, certifikat familjare të vitit 91 për ish kooperativat bujqësore dhe vitin 92 për NB bujqësore. Sepse kemi dhe në ish ndërmarrjet bujqësore që në atë kohë ja quajt ferma, kur ka vepruar dhe ligji më mbrapa në 92-shin, po në këtë zonë janë ndarë tokat po me këtë ligj, me ligjin 1751. Kështu që edhe një herë do të theksoja që për të gjithë qytetarët që kanë ngelur ose nuk i kanë certifikuar këto parcela, tashmë mund të gjejnë zgjidhje duke normalisht që një nga kushtet e ka AZK-ja duhet të jenë edhe të lira në teren, jo më të zëna ose mbi vendosura, pasi nuk mund të veprohet. Në qoftë se këto parcela janë të pushtuara nga dikush tjetër, atëherë këtu pezullohet regjistrimi deri në një çështje zgjidhjes ose me gjykat ose me marrëveshje, me një deklaratë notariale ndër kufitarësh. Domthonë është një pikë tjetër kjo që ka lidhje po me këtë regjistrim me ligjin 1751. Por në pjesën më të madhe ky ligj ka vepruar tashmë, siç e përmendëm në fillim, gati 80% e sipërfaqes është ndarë ose është regjistruar me këtë ligj, dhe po vazhdon regjistrimi në zonën e Veriut, ku kemi një projekt pilot në Thethën, në Valbon, në pjesën e Tropojës, në Puk, ku aty ligji kishte vepruar sipas kanunit, do pjesa më e madhe e qytetarëve ose banorëve të zonës kishte shkuar ke pronat e ish baballarëve tyre, por nuk ishin bërë asnjë lloj dokumenti. Prandaj u ndërmorte kjo reformë para 2 vitesh me një VKM, qeveria udhëzoi AZK-n qendrore që të ngrej grupe ekipe në teren dhe nga aty po përpilohen në aktet e reja që do të pajisen me aktet e reja të tapive që do të dalin po nga qeveria, domthonë modeli se si do të formulohen, dhe të mbyllet procesi regjistrimi dhe në këto zona ku ka qenë shumë e mpret, për gati 33 vitesh këtu nuk ka pas regjistrime ose nuk është vepruar. Për efekt atë që sapo e përmenda, sepse këtu ka vepruar domthonë ligji i vjetër, kanuni siç është në zonën e Veriut, tashmë qeveria këtë do ta zgjidhë me ligj sepse s'mund të rrim akoma në kohën, po themi në kohët e vjetra. Do vazhdojmë të kthehemi mbrapa. Kjo do të ishte domosdoshmë për zonën, por qeveria ka vepruar edhe në zonën e Bregdetit, ku dhe aty ka pasur vështirësi, po ky ligj ka vepruar me disa problematika mbi vendosje, problematik hartografik etj. Dhe ndërmori po të njëjtin po para 3-4 vitesh më përpara, kur ish regjistruesi Ndjeri Artalame, aty ngriti grupe ekipe në teren dhe tani pjesa më e madhe e Bregdetit ka marrë certifikatat, jo vetëm të tokë bujqësore, po dhe të shtëpitë vjetra që kanë qenë të paregjistruara në këto zona. Kështu që unë do t'ju falenderoja për dëgjesën. Ne do të jemi përsëri në puntatën e ardhshme, kur do të trajtojmë ndoshta një temë po në lidhje me pronat, por që gjithmonë ju të nderuar duhet të keni vëmendjen dhe të na dëgjoni, dhe për çdo lloj sqarimi që ju ose vështirësi që hasim mund të komunikoni në WhatsApp në numrat që janë anëquar në ekran, por dhe mund të më gjeni doon pranë studios tek rruga Panorama, Studio Bylis, që ndodhet pranë AZK-s ose Hipoteka. Po, atëherë, ne të nderuar në studion tonë na afrojmë disa shërbime që janë mediate për pronat, siç është shërbimi topografik, çështjet juridike, çështje domethënë që ndiqen me gjykatat dhe problemet që mund të zgjidhen edhe me ndërmjetësim pranë studios tonë. Kështu që për çdo lloj paqartësie që ju mund të keni
Dhe këto sa po unë i përmenda, ju mund të komunikoni në numrin e celularit në WhatsApp, të shkruani dhe do të keni domon pranin ton në çdo moment që ju do të keni nevojë. Ju faleminderit.